Nuk do të bëhet kiameti derisa lumi Eufrat ta zbulon një kodër me ari. Ai i cili e mbrin atë kohë mos të merr asgjë prej saj. Do të ketë një sundim me dhunë e pas asaj kohe do të rikthehet hilafeti nëse mbetet në dynja qoftë edhe vetëm një ditë. Allahu do të zgjat atë ditë derisa në këtë ummet do të sundon një njeri i familjes time. Emri i tij është si emri im, emri i babës ti është si emri i babës tim, emri i babës tim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi i takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, nuk ka dyshim se kësaj dunjaje një ditë do t'i vijë fundi. Nuk ka dyshim se çdo gjë e cila është mbi këtë tokë do të shkatërrohet. Nuk ka dyshim se çdo gjallës një ditë do t'i dorëzon shpirtin Allahut Azza wa Jall. Një ditë do të bëhet kiameti. Kur do të bëhet kiameti, atë e di vetëm Allahu Azza wa Jall, ndërsa neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na lajmëroi, na njoftoi për disa shenja të cilat na tregojnë neve se kiameti është afruar, e që disa prej tyre vetëm se kanë ndodhur dhe ne i kemi parë me sytë tanë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na lajmëroi për ngritjen e pallateve të ndryshme, na lajmëroi për pasurinë e shumtë e cila do të përhapet, na lajmëroi për tregtinë e madhe e cila do të zhvillohet, na lajmëroi që do të përhapet zinaja, do të përhapet alkooli, do të përhapen gënjeshtrat, do të përhapen vrasjet në mesin e njerëzve e kështu me radhë. Mirë, po gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na lajmëroi, na njoftoi edhe për disa gjëra të cilat ne ende nuk i kemi parë, mirë po ato do të ndodhin pa dyshim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i numëroi disa gjëra duke thënë nuk do të ndodh kiameti derisa të përhapen këto gjëra në mesin e tyre, derisa tokat arabe të shndrohen në kopshte dhe lumej. Ato vende të cilat janë shkretir do të shndrohen në gjelbrime, do të shndrohen në kopshte dhe do të shndrohen në lumej nga ndryshimet e mëdha klimatike të cilat do të ndodhin mbi sipërfaqen e tokës. Afër kiametit do të ndryshojnë edhe vendet e ndryshme, do të ndryshojnë edhe vendet arabe, do të ndryshojnë edhe shkretirat, nga shkretir do të kalon dhe do të shndrohet në gjelbrime dhe lumej. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, do të vijë koha që lumi Eufrat do ta zbulon një kodër me ari. Lumi Eufrat do të kalon pranë një kodreje,
nën të cilën do të gjendet ari. Ai i cili e mbrin atë kohë mos të merë asgjë prej saj. Në një hadith tjetër tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk do të bëhet kiameti derisa lumi Eufrat ta zbulon një kodër me ari. Lumi Eufrat ndoshta do ta ndryshon rrjedhën e tij, ndoshta do të ecë nga një anë tjetër, që gradualisht lumi do ta tërheq kodrën derisa të zbulon që nën atë kodër është e mbushur me ari. Atëherë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njerëzit do të vrapojnë që të tubojnë, që të marrin prej atij ari nga lakmia e madhe, dhe duke u munduar që secili të merr prej tij, do të fillojnë dhe do të luftohen mes veti, do të vriten njerëzit mes vete për këtë pasuri, derisa tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga 100 do të mbyten 99 prej tyre, secili prej tyre duke menduar që une do t'jem ai i cili do të shpëtoj. Nëse arrini këtë kohë, mos merrni asgjë prej tij. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na lajmëroi që afër kiametit, në fundin e kësaj kohe, muslimanët do ta ngritin hilafetin edhe një herë. Muslimanët sot janë jetim, muslimanët sot nuk i udhëheq askush, muslimanët sot janë një ummet i përqar dhe i ndar në shtete të ndryshme, dhe e shohim gjendjen e muslimanëve dhe në fund nuk ka kush që të ju ndihmon atyre. Për çfarë arsye? Nga se muslimanët sot si ummet nuk kanë hilafet, nuk kanë udhëheci, nuk kanë imam i cili i udhëheq ata. Khalifeja i muslimanëve nuk është prezent siç ka qenë në kohët më herët. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, do të jetë koha e pejgamberllëkut, aq sa don Allahu, pastaj ajo kohë do të ngritet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të vdes. Pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të ketë khilafet të drejtë deri kur, aq sa don Allahu, pastaj hilafeti i drejtë do të ngritet. Ka qenë hilafeti i Abu Bakrit, i Omerit, i Othmanit, i Aliut. Pastaj do të ketë sundim të ashpër, sundim të shtrënguar, i cili do të jetë hilafeti në vazhdimsi. Pas asaj kohe, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të ketë një sundim me dhunë, do të ketë një sundim me zullum. E pas asaj kohe do të rikthehet hilafeti në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj ne si ummet jemi në këtë fazë, në fazën e fundit, pas të cilën nuk ka ndonjë fazë tjetër, nuk ka ndonjë kohë tjetër përveç se hilafeti në mënyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili do të vjen pas kësaj kohe. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na lajmëroi për ardhjen e një njeriu i cili do të vjen afër kiametit dhe i cili është Imam Mehdi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nuk do të përfundon dunjaja, nuk do të përfundon kjo dunja, deri kur? Derisa arabët t'i sundon një njeri i familjes time. Në një hadith tjetër tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse mbetet në dunja qoftë edhe vetëm një ditë, Allahu do të zgjat atë ditë derisa në këtë ummet do të sundon një njeri i familjes time. Emri i tij është si emri im, emri i babës ti është si emri i babës tim. Pra do të vjen një njeri i cili është Imam Mehdiu, i cili quhet Muhammed i biri i Abdullahut, është nga familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga fëmijët, nga pasardhësit e Fatimes radhiyallahu anha. Është Imam Mehdiu, të cilin ne besojmë dhe i cili do të vjen në fundin e kësaj dunjaje. Çka do të ndodh? Do ta udhëheq ummetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Tha
Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të mbushet bota me drejtësi, ashtu siç është mbush me padrejtësi, me zullum. Ne jetojmë në një kohë që padrejtësia është në kulm, që zullumi është i përhapur, do të kthehet drejtësia mbi sipërfaqen e tokës. Megjithse ne nuk presim duar kryq që të vjen Imam Mehdiu, ne duhet punojmë në atë drejtim që ta ndryshojmë gjendjen tonë. Në ardhjen e Imam Mehdiut do të ndryshon dynjaja në tërësi, do t'i udhëheq muslimanët, do ta udhëheq ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Imam Mehdiu i joni nuk është Imam Mehdiu i shiave, nga se edhe shiat besojnë në Imam Mehdiun e tyre. Cili është ai? Ai është një njeri i cili ka lindur në moshën 5 vjeçare, ka hyrë në një shpellë para 1000 sa viteve dhe ende nuk ka dalë prej shpellë. Kështu mendojnë shiat dhe kështu besojnë shiat. Në fund do të del nga shpella Imam Mehdiu i tyre dhe do ta udhëheq botën. Ne nuk e besojmë atë mirë që e besojnë ata. Ne e besojmë ashtu siç thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Imam Mehdiu do të lind në fundin e kësaj dunjaje dhe në momentin që do të vjen koha, njerëzit do të fillojnë që t'ja japin besën atij në Mekke, në Qabe, ndërmjet Ruknit dhe Mekami Ibrahimit. Njerëzit do të vinë që t'ja japin besën Imam Mehdiut se ti je halifeja jon, ti je imami jon, ti je prisi jon. E si ta dim ne që ai është Imam Mehdi i vërtet? Nga se në sa raste mund të dëgjosh dhe të shohësh njerëz të cilët e shpallin veten si Imam Mehdi dhe i keni parë në video të ndryshme. Dikush thot, unë jam Imam Mehdi, tjetri thot, unë jam Imam Mehdi. Ata të gjithë janë të rejshëm. Imam Mehdi i vërtet është ai i cili do të vijë në fund. Si mund ta dallojmë atë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, në kohën, në momentin që njerëzit do t'ja japin besën atij, do të ngritet një ushtri dhe do të niset për në Mekke që ta lufton atë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu atë ushtri do ta shafit nën tokë. Aisha radiallahu anha tha, ja Rasulallah, ndoshta në atë rrugë do të ketë edhe njerëz tjerë të cilët nuk janë nis për ta luftuar Imam Mehdiun. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, të gjithë do të ringjallen para Allahut me niyetin e tyre. Në një hadith tjetër tha, Allahu do t'i shafit të gjithë nën tokë, përveç se shumë pak prej tyre, ata pak që do të mbeten do t'i njoftojnë të tjerët për atë ushtri e cila është shafitur. Në këtë moment, në momentin që dikush del në Qabe, në Mekke dhe jepet besatimi për halifet të muslimanëve dhe një ushtri shafitet nën tokë, muslimanët në gjithë ummetin e kuptojnë se ai është Imam Mehdiu i vërtet dhe të gjithë së bashku i japin bejan, i japin besatimin që ai do të jetë halifeja i muslimanëve, halifeja i vërtet. Pra nuk do të ndodh kiameti derisa të vinë këto gjëra, ndërsa muslimani, ndërsa besimtari, ndërsa ne të gjithë duhet të pajisemi me njohuri të vërteta, me dituri të saktë, me atë që e thot Allahu, me atë që e thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që mos mashtrohemi, në mënyrë që mos të devijojmë, në mënyrë që mos të gabojmë dhe mos të besojmë në atë mirë e cila është në rrugën e humbur dhe të dështuar. Andaj besimtari është mirë që ta ketë parasysh çdo gjë për të cilën na ka lajmëruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nëse ndodh ajo, të jemi të gatshëm, e nëse nuk ndodh ajo, së paku kemi njohuri dhe jemi të përgatitur. Lusim Allahun azza wa jall, Allahu në këtë din të na forcon, Allahu imanin ton të na shton, Allahu familjet tona, fëmijët tan, brezat e ardhshëm në rrugën e tij Allahu ti udhëzon. Lusim Allahun azza wa jall, musliman kudo që janë Allahu ti ndihmon, gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson, të varfërit tan Allahu ti pasuron, të sëmurët tan Allahu ti shëron,
të vdekurit tan Allahu ti mëshiron. Lusim Allahun Azza wa Jall nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.